أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. I madhëruar është ai që në dorën e tij është tërë sundimi dhe ai është i plot fuqishëm për çdo send. Ai është që krijoi vdekjen dhe jetën për t'ju provuar se cilin prej jush është më vepër mirë. Ai është nga dhënjuesi që fal mëkatet. Mesazhe të fuqishme nga këto dy ajete, ajeti i parë dhe ajeti i dytë i surës Mulk. Pra i madhëruar është Allahu, Tebarekelladhi biyadihil mulk. Kush është pra Malikul Mulk? Pra është Allahu, sunduesi, sundimtari, pra i cili e ka krijuar krejt këtë kozmos dhe këtë gjithësi. Rreth e përqark nesh, pra ai është Huar Rahman, Huar Rahim, pra ai është mëshiruesi, ai është mëshirbërësi, ai është Malikul Mulk. Pra një ndër emrat e Allahut është edhe sunduesi i madhëruari Allah Tebareke wa Taala. Pra në dorën e tij është i tërë sundimi. Kullun man alejha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Një ditë gjithçka do të përfundon dhe do të mbetet vetëm krijuesi. Edhe sa njerëz për shembull i kemi çuar varreza, i kemi varrosur, edhe i kemi pra përsillur pra për në botën e përtejme, dhe pra jo kemi falë xhenazën, i kemi varrosur, edhe ata kanë vazhduar me amelet, pra me veprat e tyre, dhe janë shkuar tek Zoti i Madhreshëm, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ne jemi të Zotit dhe tek Zoti kena më kthy të gjithë. Prandaj shumë njerëz që mendojnë se janë të pathyeshëm, janë diktatorë ose kanë arrit pozita të larta, le ta dinë se një ditë ato pozita do bie një nga një, dhe ti do shkosh në takim me krijuesin tënd, dhe do shkosh në botën tjetër, dhe me shpresë tek Zoti që ti jesh prej banorëve të xhenetit, të shkosh në parajs, në xhenet. Mirë po, a duhet angazhim? Patjetër që duhet angazhim. A duhet mund dhe përpjekje? Patjetër që duhet mund dhe përpjekje. Duhet angazhim? Pa ndalë. Qoftë me lapsin tuaj, qoftë me gjuhën tuaj, qoftë me duart tuaja, që të bësh pra një vepër të mirë, ta mbjellësh një pemë, ta ushqesh një kafsh, ta ushqesh një varfër, të bësh ndihmëtar i të mirës. Pra, siç ishin nxënësit e Isait alayhis salam, që i thanë, nahnu ansar Allah, na do të bëhemi ndihmëtar të Zotit, na do t'i dalim ndihmë pra ato që na mëson Allahu dhe i dërguari i tij, ne do ta veprojmë në spektrin ose në rrafshin praktik. Pra ai është i plotfuqishëm për çdo send. Kështu që ti e ke për obligim si krijes e Zotit të angazhohesh, të përpiqesh, të mundohesh. Dhe pa dyshim se suksesi është në dorën e krijuesit që të ka krijuar. Pastaj ajeti por tregon për atë fuqi madhështore të madhe të Allah Tebareke ve Teala, që ai është sunduesi i plotfuqishëm, pra Allahu Tebareke ve Teala. Mirë po mbrapa mas këtij ajeti kuranor, sa bukur dhe sa mirë skalitet ajeti tjetër i radhës që thot Alladhi, pra ai Allahu, ai është i cili khalaqal mauta wal hayat, e ka krijuar vdekjen dhe jetën. Shiko sa bukur pas e jep këtë shembull, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pra me ju provue se cilin prej jush, se cili është më vepër mirë. Pra ju kalon Allahu në provën këtë dynjë.
Në këtë botë, neve gjithë dhe Zoti na ka lënë provë. Se sa po bëjmë punë të mira, se sa po sillemi mirë, se sa po erujmë veten, se sa pra ne po jemi modest në veprimet tona, në vendimet tona, në pjesëmarrjen tonë, duke qenë akter pjesëmarrës në shoqëri, aktivist civil, në fusha të ndryshme, në vendimmarrje kështu me radhë, pra na ka lënë governancën ose udhëheqësinë në këtë botë, na ka lënë si amanet. E këtë amanet ne e kemi përgjegjësi. Prandaj ahsanu amala. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra sa ne bëjmë vepra të mira, sa kemi shpirt bardhësi, sa jemi zemër mirë, sa jemi fjalë mirë, sa pasqyra jonë reflekton mirësi, bamirësi dhe sjellje të mirë. Dhe pastaj thot wa huwa al-azizul ghafur, ai është i fuqishmi, falësi Allahu te barekuta. Pra, ata që ka bojnë vepra të mira, le ta dinë se Allahu është falës i madh, është mëshirues i madh, dhe pra ai është i fuqishëm, është ngallënjës. Pra le ta dinë se ata kanë ndihmën e Zotit, ata që bojnë pra vepra të mira, edhe duke fillu prej të folurit, shqiptuarit, të shikuarit, të buzëqeshja që është sadaka, të ndihmesa reciproke në punë të mira, siç tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, çdo ditë që lind dielli është sadaka, edhe të ndihmosh dikon me ngarku kafshën e tij ose barrën e tij, me ndihmu me ato, po them ato ent ose çka do që ka, strojcat ose keset, nuk mundi çon ti ndihmosh ti ngarkoj, edhe ajo është sadaka. Pra me bë punë vullnetare që janë për të mirën e shoqërisë, edhe ajo është sadaka, është mirësi, është bamirësi, është veprim i duhur, është vepër e mirë. Pra gjitha këto, nëse mbledhen së bashku, krijojnë një sistem mjaft të kompletuar ku sjell vetëm të mira në shoqërinë tonë dhe në rrethin që na rrethon. Prandaj nëse ne jemi fluid praktik në veprimet tona, ato ndikojnë pra që jeta edhe të tjerëve, jo vetëm e jona, të jetë më e mirë dhe me lejen e Zotit të arrijmë shpërblimin e të madhit Zot që të fitojmë pra xhenetin. Pastaj kur ti e din që Allah është Gafur, është Rahim dhe i bindur plotësisht, thua astaghfirullah wa atubu ilayh. O Zot më fal mua, të kërkoj pra pendim tek kush, tek krijuesi që e ka kriju. Pra, unë si krijesë dhe ne si krijesa ti kërkojmë Zotit falje, sepse ai fal shumë dhe i pranon vepruesit e veprës së mirë. Vepra e mirë është edhe shpërndarja e selamit, paqes, mirësisë, rrezatim paqësor. Vepra e mirë është edhe ushqimi të tjerëve. Vepra e mirë pra është çdo gest i mirë që ne e bëjmë dhe e shkaktojmë në shoqërinë tonë efektin pozitiv. Lutim Allahun e Madhërisëm që të na falë ne dhe të reflektojmë rreth këtyre dy ajeteve nga surja Mulk, me shpresë tek Zoti i Madhërisëm që të na falë ne, na udhëzoj, na begatoj me të mirat e tij, e të na shtoj këtë udhëzim sa më shumë. Faleminderit. Selam.